legitimitetin. Për të ankuar atje se shpalla e pavarësisë së Kosovës është produkt i krimeve të luftës. Dhe çdo shtet që ndërtohet mbi krimet e luftës me drejtë ndërkombëtare është shtet ilegal. Pra, na po flasim këtu për ekzistencën e shtetit të Republikës së Kosovës. Prandaj është kaq e rëndësishme me fitu këtë betejë politike, edhe diplomatike. Edhe tjetra është ato që tha edhe zoti Rama dje në Washington. E që ka thonë edhe Ali Ahmeti këtu në shesh, unë po du vetëm ata mi citu. Zoti Rama i thot presidentit Trump, hajde të bëjmë diçka që të kemi një verdikt të drejtë, i bazuar në drejtësi, jo në politikë në përndjekje, si që ka bërë Jack Smith, se për ndryshe gjëra jo të mira mund të ndodhen. Edhe këtu, ai, si me thonë, e skicon rrezikun e destabilitetit, jo vetëm të Kosovës, por edhe të rajonit. Edhe ideja e krijimit gjykatës speciale ka qenë një element për cilën e kanë shty bashkia ndërkombëtare, ka qenë edhe pajtimi mes komuniteteve. Edhe tash, me një verdikt të tillë, ata mund të krijojnë jo pajtim, po thellim të kësaj, të një urrejtje që ka ekzistuar edhe më herët. Prandaj, unë mendoj që na, si shoqëni, si elita politike, si përfaqësues politik, du të më ullë edhe me diskutu shumë hapër për këtë